Habit studimi, këto gjëra nuk duhet t'i mbani në shtrat. Feng Shui është një mësim kinez, qëllimi i të cilët është të krijojë siguri dhe harmoni. Kjo aftësi e lashtë kineze merret me rregullimin e hapësirave dhe jetesës në përputhje me mjedisin në të cilin jetojmë, në një mënyrë që të rreqin forca pozitive në jetën në shtëpi dhe në ambientet kur ne jetojmë. Fokusi është energjia e jetesës e cila drejtohet nga Feng, era dhe Shui, uji. Është gjithashtu për faktin se energjitë mund të lëvizin lirshëm, gjë që duhet të ndikojë në pozitivitetin e gjendjeve shpirtërore dhe në fund të jetës suaj. Ja se çfarë duhet të merrni parasysh kur rregulloni dhomën sipas Feng Shui, por gjithashtu edhe ato që duhet të largoni menjëherë nga dhoma e gjumit në mënyrë të flini të qetë. Gjërat që u sjellin kujtime të këqija. Këto janë edhe fotografitë e vjetra, suveniret ose kujtimet nuk duhet t'i mbani afër shtratit ose poshtë të tij. Sendet e thyera nuk duhet t'i mbani poshtë shtratit. Dhuratat e personave që nuk janë më në jetë. Gjithashtu edhe rrobat e vjetra duhet t'i largoni.